Për më shumë interesant, lidhja me aktrimin ka fillu shumë herët. Domethënë kam pasur dëshirë me kon aktor ose i vendosur me kon aktor, qysh në shkollën fillore. Dikon klasën e 7, besoj dikon që ka qenë periudha kur kom vendos me studiu aktrimin. Domethënë jam përcaktuar herët për profesion. Edhe njëna për arsyeve, ka arsye të thjeshta, sidomos të trit, pa ta ndrru shkollën. Edhe në shkollën kur erdha, ishin shumë më të njohur me artin se në shkollën që isha paraprakisht. Edhe unë isha inferior në muzikë ose në pjesë tjera, unë kisha një DVD dhe kisha kështu shumë filma. Edhe në filma isha superior. Edhe kjo konë shkëndija e parë që më çu drejt botës së aktrimit, që ke besoj unë, edhe titra është djali i dajës, i madh është aktor. Ka përfunduar këtu tash është në Amerikë, Allah i merret me aktrim. Ajo konë doja i madh, nipi madh i këtë familjes të madhe ka dajt, u konë një lloj shëmbëltyre, ndoshta ka pas edhe ai ndikimin e vet që më njeh një shembull që unë kom pa brenda familjes. Që kjo konë një lidhje së shkëndije parë për aktrimin. Mas në pjesa tjetër ka vazhduar kom pas për krajën e familjes, normal, kom pas një ndihmë se në vi për një familje që ka lidhje me artin. Motrën kam piktore, babi jam ka qenë shkrimtar. Edhe gjatë kësaj rrugë kom pas më të lehtë një pjesë, domethënë kom shku në fakultet të njoh Shakespeare-in. Kom shku në fakultet të njoh antikën greke, Iliadën, Odiseun, e këto i kom pas lexuar paraprakisht edhe një pjesë të madhe të tërësisë, nëse kom pas lexuar, kom pas të njohur për debateve në familje, sepse një ana motër u kon letërsi. Gjithashtu, kështu që thash i më kanë të njohur edhe familiarizuar me një lloj bote të artit. Sepse arti që ato i ka bazat, lindjet. Edhe që kjo kanë çaja që ma ka shtru rrugën paraprakisht për një drejtim, në këtë drejtimin që e kom zgjedhur me shku. Në shkollën e mesme e kom pas momin smut, kom vendosur me shku shkollë të mjekësisë sepse momin e ka motrën medicinale, me dha hisën ka momi. Masaj fakultetin jam kom vendosur për aktrim. Kam një lidhje shumë të fortë me profesionin. Mënej ja kom pa shumë harin kuptimin edhe të kuptumit i ka për një ndërtim të vetë kritik. Aktrimi, kush don, aktrimi është një profesion që të ndihmon shumë, sepse ti mësohesh me analizu vlera, për shembull, personalitetet ose personazhet e tjera. Domethënë që kemi luajtur ti. Po. Gjë që nuk e kemi pas edukat zakonshme njerëzit që kanë këto. Me analizu një personazh që ka me kon vet. Veprimet që i bën vet, me analizu çka shthell. Pse ky veprim, cilat janë motivet, cilat janë shkaqet, po e zojmë në Hamletin si personazh. Kur ti e merr analizon, thu jo, ndoshta çto e ka për të qëllim, ndoshta jo gjithmonë është qëllimi fisnik i tina. Edhe si aktor do të më gjetë edhe motivet jo vetëm fisnike që i ka ai, po edhe ato që mund ta shtyjnë prej vesave, si urrëtia, si hakmarrja, si ambicia, ose çdo të shoh prej tjerave, edhe kjo është si reagime. Edhe më vonë dikur pse s'e bëj Dardanin, speças në tavolinë Dardanin, sepse kështu mësohesh ka herë me qit në atë shumë për shembull, nëse kishim me lu Hamletin, e qit shumë Hamletin në tavolinë dhe ishin 10-15 kolegë ku japshin mendime për Hamletin, jo dikush ai e ka tipik hakmarrje ose fitimin e drejtës vet ndaj vrasjes babës, dikush ai jo e ka veç ambicie. Se çorën çet varg thotë kështu i ka bëu pe ambicie, si kanë bëu pe kësaj. Edhe vjen të ka prej motiveve interesante. Pastaj e gjen veten, ndoshta jo në nivelin se na nuk rrjedhën për një familje mbretërore, as nuk kena luftuar na herë për mbretëri. Po e gjen veten që në mbretërinë ton të vogël që bë veprime të njëjta ndoshta. Edhe fillon thonë nëse çto gjykova Hamletin, s'po gjykoj veten. Edhe mas një kohë thash mua më ka ndihmuar shumë ndonjëherë me qit ose me miq të afërt ose me veten time, Dardanin tavolinë edhe më thonë ç'ky motiv ka shumë më ardha, apo den? Nëse nuk i pa i vetëdijshëm, për çfarë thash në çfarë aspekt ç'ky aspekt ma ka ndihmuar në lidhje edhe më ka ndihmuar me kon besimtar shumë më i mirë në kuptimin e analizës edhe